Të njëjtat fjalë edhe si ai njeri që njinte shumë. Pyetja e parë është si të shkojë në mendje që tanin babin tënd ta kujtoje në një vjetor me këtë, me të vërtet po themi, një botim të jashtëzakonshëm. Do thoja, do nisja që nga fakti që unë për vete jam shumë e apasionuar mbas arkivimit dhe ruajtjes së medias printuar. Botën e sotme, çdo ditë humbin informacione që janë të printuara, digjen, fshihen nga interneti, ti nuk i hap dot më. Gjëja e printuar dhe e përmbledhur jeton gjithmonë. Rubrika Shqipnia e harrume ishte e njohur dhe e dashur nga shumë njerëz. Dhe kisha dhe rastin pas botimit të takoja dikë i cili i kishte mbledhur faqe fije për fije. Kush ishte ky? Ishte një me emër Stavro Çifligu. I kishte ruajtur të gjitha të tanë? Kishte ruajtur të gjitha fije për fije. Ua. Dhe isha shumë i emocionuar të vija dhe ta shikoja që ishte e botuar dhe e përmbledhur në një. Shumë. Dhe ma bëri shumë qefin dhe ishte pikërisht për këtë që njerëz që mund të duan të rikthehen në rubrikës, ose edhe të rinj që nuk e kanë parë kur rubrikën kur ishte duke u botuar live, domethënë çdo. Po? Mund të vinë dhe ta lexojnë dhe ta shijojnë përsëri dhe ngelet dhe emri i Tanit kështu në vazhdimsi, i printuar përgjithmonë dhe me një emër që mban librin e tij, sepse tani pse jo Shqipëri e harrueme dhe po Shqipëri e harrume? Në printimet në revistë ishin të dyja. Ishin të dyja? Po, ishin të dyja, nuk ishim të qartë cila ishte, por duke qenë që libri është dhe në anglisht, duam ta thjeshtonim pak më tepër situatën dhe ta bënim e harrume. Tijet prap në dialekt, por ndoshta pak më e thjeshtuar për të gjithë, që ta shijojnë të gjithë me këtë kuptim. Sa kohë të mori që i përgatitet gjithë, Lisja? Po, vendimi për ta bërë këtë libër u mor në fillim të prillit. Të këtij prilli. Domethënë sipas ka lënë gjë Tani që pam kështu me pult. Ishte Ka shpejt? Edhe në fjalimin që dhash për një vjetorin e Tanit, e thash që neve nuk kishim mundësinë që ta mbaronim muzeun për një vjetorin, dhe nuk mund ta lija me një gjë të pambaruar një vjetorin. Është kujtim shumë i bukur. Dhe tham, nuk kemi këtë, do bëjmë këtë gjën tjetër. Dhe gjetëm, i kishim gjatë redaktuara të gjitha. A ishin gati, sepse ja kishim kërkuar për një ja kishim kërkuar zotit Bajram Peçi për t'i redaktuar. Se ai ka qenë administrator, drejtor dhe... Ja kishim kërkuar kohë përpara. Në rast se një ditë mund të donim që ti boton. E kuptoj. Dhe themi, vjen fundi i marsit dhe themi, nuk kemi asnjë gjë për një vjetor. Vjen data 1 prill, shkojmë tek shtëpia botuese Berk dhe themi, neve tani do e bëjmë këtë. Ju lutem na e merrni për sipër. Ata, për fat të mirë, e morën për sipër dhe përveç kësaj ishte ideja e tyre që ta bënim dhe në anglisht, që ishte, mund ta merrni me mend çfarë ngarkese e shtuar, por ata e kishin, domethënë, e realizuan në kohë rekord, sigurisht me asistencën time dhe të personi që po merre me faqosjen, dhe bëhej kështu, ishte me një sistem shumë specifik që vihej artikulli dhe artikulli i përkthyer, dhe dizajneri live e merrte dhe e faqoste në moment që të mos humbnim kohë, ta kishim gati faqosjen. Domethënë, sapo dilnin të përkthyera, viheshin direkte në faqosje. Tani një diçka më iq kurreshtjen. Këtu janë të gjitha, sa janë këtu Shqipëria, sa rubrika? Aty janë gjysmat. Gjysmat, do volumin e dytë? Po, volumi i dytë. Ky është vëllimi i parë, po se ke shkruar këtu vëllimi i parë, prandaj? Jo, nuk e kemi shkruar sepse nuk donim që nuk na pëlqeu vizualisht të shkruajmë vëllimin e parë. Po, ke drejt, duket sigurisht e kjo e pambaruar, kur kjo në vetvete është
është e plot, nuk ka. Tani ti si kështu e laureruar në Itali, për çfarë? Në Milano, unë jam inxhiniere industriale. Industriale. Kjo është një doktoratur, që ai e ka bërë pa dashje. Po. Do thëmë, pa dashje, jo pa dashje për punën, po pa dashje që të dite që të merrte doktoratur. Ai ka bërë 6 të tilla, ka bërë 6 doktoratur. Po, kjo është, atëherë kjo është profesor doktor. Po, eksakt. Kjo është diplom për profesor doktor. Çfarë mund të bësh për një temë diplome, do thënë, të një nivelit të tillë? Nuk e di. Nuk e di sepse kur e lexon atë ka një kuptim dhe ka një është sikur e kupton historinë kaq mirë sa ti mund të mendosh që okay, ky personi ka qenë atje. Domethënë, ky personi ka qenë atje në 1800. Shumë bukur efekte. Tani do ta përziem bisedën, do të pyes përsëri edhe për shkrime, me disa fotografi që i kam përzgjedhur unë. Asnjë nuk e përzgjedhu ti. Dhe kjo është e veçanta, sepse po të përzgjedhje ti, jo pse duhet kjo, jo pse duhet ajo, se thashun, kjo genet e Arthan Lames ka dhe e di atë që jo, kjo duhet, kjo s'duhet. Kështu që do të komentojmë me shumë dëshirë. Foto e parë, lutem. Full screen. Licia, kjo është familja juaj? Po. Babi, mami, ti dhe vllai. Dhe vllai, po. Kjo është e kapur, unë nuk e mbaj mend këtë foto. Domethënë, e shoh e kam përdit në shtëpi, po unë nuk e mbaj mend ku është kapur, po duke e parë nga brapa, ka qenë me shumë si tek ekspozita e flamujve në Korçë. Po. Që tani e bëri me një barë qef të madh për ta bërë. Ose ç'a bënte tani kështu pa dëshirë? Bënte tani në gjë pa dëshirë? Kjo është e vërtetë. Këtu nuk kam ç'a të. Por që ikëm dhe e vizituam dhe neve qa e kishim parë në Kosovë, kur bënë në Prishtinë, mendoj disa vite më përpara nëse nuk ka bën, dhe ishte domethënë unë i kam në shtëpi dhe mua nuk më bënin përshtypje, po njerëzit. Po kur e shikon këtu? Kur e shikoj këtu, them, wow, domethënë kjo ka qenë një event për të paktën për historinë shqiptare dhe për njerëzit që nuk kanë mundësinë që t'i kenë për ditë t'i shohin. Foto tjetër? Okej, kjo fotoja është shumë e vjetë. Po jo, shumë e vjetë, po është shumë e bukur. Është shumë e bukur, po. A jeti ajo? Po, ajo jam. Sa vjeqe? 2 vjeç? Unë kem qenë 2-3 vjeç. Asë nuk e mbaj mend kur është kapur, sigurisht. Ku do t'jeni këtej nga parku? Po, këtu jemi tek parku i Liçenit. Parku i Liçenit, po? Është mund të jetë një nga fotot e para që më kanë kapur dhe me të. Po? Edhe vjet e re që nuk po ma mban dorën, sepse nuk e bënte këtë gjë, nuk e kishte në karakter. Këtë po të pyes, ti e vogël, aty nuk zakonisht fëmia kapet me dorë, pse tani nuk të ka kapet me dorë? Po të heci vetë, nuk. Këtë thoshte? Po, nuk e kishte këtë gjë dhe për shembull dhe nuk më lejonte të mbaja gjëra nëpër duar. Pse? Futet telefonin në xhep ose kështu, sepse nëse bie të kesh duart e lira që të të mbahesh, të ruash veten. Po. Dhe kështu që nuk ta mbante dorën. Licia, cili është kujtimi më i vjetër që ke me babain tënd? Më i hershëm. Më i hershëm. Pyetjen që ke vështirë kjo, se duhet të mendosh. Është pak e vështirë, duhet të mendosh. Është pak duhet të futem në memorie dhe ta nxjerr. Mendoj kjo nuk është më e vjetra, po mbaj mend një herë kur kam qenë 12 vjeç, dhe ishim kemi vajtur në Paris, dhe ishte hera e parë dhe për të, dhe kemi vajtur tek varri i Napoleonit. Napoleon Bonapartit? Dhe ai ishte kaq i egzaltuar që po e shihte në jetë të vërtet. Nuk më hiqe nga mendja, domethënë ajo lumturia e tij që domethënë thoshte e këtë e kam parë vetëm në foto, domethënë nuk e dija që ndonjëherë mund të vija këtu dhe ta shikoja në jetë të vërtet. Dhe ishte domethënë aty kam parë emocion të vërtet, domethënë nga ai, po.
Pak a shumë cili viti ishte? Çfarë viti? Mund të ketë qenë 2014, 2014. kështu ka